Besa Shahini ka shpallur kandidaturën e saj për kryetare të Prishtinës. Shahini, e cila është pjesë e Partisë Social-Demokrate, ka njoftuar zyrtarisht për kandidimin e saj në zgjedhjet lokale që do të mbahen në vjesht. Një përpjekje e re për Prishtinën, që e dua fort. Para 4 viteve jam kthyer të jetoj nga Tirana, në një qytet që ka potencial të jashtëzakonshëm, por që ka dhe një kaje të gabuar në zhvillimin e vet. Është një qytet krejtësisht i mbuluar me beton, pa hapësira të mjaftueshme të gjelbërta, kryesisht i papastër, ka pohuar Shahini. Sipas saj, Prishtinës i duhet një ndryshim radikal në kahun e zhvillimit. Ju ftoj të më bashkoheni që keni sa do pak energji në përpjekje për ndryshim, ka thënë Shahini në një video adresim. Më parë Besa ka shërbyer si ministre dhe zëvendësministre në Ministrinë e Arsimit, të Sportit dhe Rinisë në Republikën e Shqipërisë. Po ashtu Besa fokusoi kërkimin dhe avokimin e saj në çështjen e arsimit dhe integrimit në BE, në Ballkanin Perëndimor dhe në Kakauzin Jugor.